Aktiviteti fizik ul riskun për smundjet e trupit njeriut gati mbi 10-15% sipas studimeve të realizuara në disa qendra në Evropë, jo vetëm smundjet mendore dhe smundjet zemrës, por edhe smundjet kancerogjene, smundje tjera metabolike të trupit tonë. Dhe gjithë sistemi jon i organizmit punon më ndryshe kur ne bëjmë një aktivitet fizik. Përpost asaj domosdoshmës kur ne lirohemi për disa radikaleve të lira toksike ose qelizat tona i stimulojmë që këto produkte damshme të cilat mbesin si gjurmë në trupin ton të shkatrohen ose qelizat makrofag ton t'i kapërdin ato dhe neve t'i krijojnë qelizat tona një jetë më të shëndetshme, një oazë e cila është e mbushur me nutrient ose materie ushqyese të kualitative dhe qelizat të ruaj jetën e vet dhe ta luaj simbiozën e vet dhe ta luaj qetësinë dhe të vazhdoj të punoj normalisht. Edhe shëndet, më thënë, ushtrimet fizike janë një nga rekomandimet që ju si doktor në përgjithësi po a jepni pacientëve. Patjetër.